Një shtet a një komb, pa të rinj të angazhuar dhe motivuar, është një shtet dhe komb pa shpresë. Të rinjt janë motori i ndryshimit dhe hallka më energjike e shoqërisë dhe komuniteteve. Këta të rinj duhet të kenë rolin e tyre në çdo qelisë të shoqërisë dhe aktivitetit publik. Energjia dhe guximi i pashembull të brezit të ri duhet të përkthehet në punë konkrete, jo vetëm prej djemve dhe vajzave të çmuara që ky vend ka, por edhe për ata që sot drejtojnë vendin në qeverisjen qendrore apo dhe në atë vendore. Nismë e mbështetur nga USAID përmes projektit Zhvillimi i përshpejtuar i shoqërisë civile. Organizata Urat e Reja është angazhuar tashmë prej shumë vitesh në fuqizimin e të rinjve, duke u kthyer në një alternativë besueshme dhe vizionare në mbështetje të tyre. Ne mendojmë dhe besojmë se të rinjt janë ardhmja e vendit tonë. Prandaj jemi përkushtuar fuqizimit të rolit të rinjve, rritjes së angazhimit të tyre në proceset vendimarrëse në vendet e origjinës, duke u përpjekur të japin mesazhin se qytetet e tyre, lagjet, komunitetet mund të arrijnë të kenë sukses nëse ata angazhohen. Urat e Reja Berat, përmes projektit për një pjesëmarrje reale të rinjve në një vendimarrje vendore të bashkive Urave Gurore dhe Roskovec, angazhuan me 10 të rinj, të cilët shpalosën vizionin e tyre mbi mënyrën e drejtimit të qeverisjes vendore. Informuam të rinjt se përfshirja në bordet rinore të dy qyteteve, Urava Gurore dhe Roskovec, është një mundësi jo vetëm për të pasur angazhim në kuadër të këtij projekti, por si një mundësi që zëri i tyre të dëgjohet. Duke krijuar këtë model konstruktiv dhe përfshirës për të rinjt e dy bashkive, ne jo vetëm që identifikuam të rinj energjik dhe ambicioz, por duke i trajnuar këta të rinj, sot ata janë zëri i komunitetit të tyre. Unë dua të falenderoj USAID, i cili nëpërmjet projektit Zhvillimi i përshpejtuar i shoqërisë civile zbatuar nga Antark, mundësoi dhe mbështetjen e projektit ton për ngritjen dhe funksionimin e dy bordeve rinore në bashkitë Urave Gurore dhe Roskovec. Krijimi i dy bordeve këshillimore në bashkitë Urave Gurore dhe Roskovec, në përbërjen e të cilëve janë të rinjt e dy qyteteve, është një prej arritjeve të projektit të financuar nga USAID. Urat e Reja Berat ja doli që të krijojë një sinergji të pashembull midis të rinjve të dy qyteteve. Fal angazhimit të organizatës Urat e Reja Berat dhe mbështetjes së USAID, sot janë aktiv dy bordet këshillimor në bashkinë Roskovec dhe bashkinë Urave Gurore. Të isha pjesë e këtij projekti mund ta krahasoj pavarësisht si një shkollë të dytë. Në përditshmërinë tonë, mësimet, angazhimet familjare, harrojmë se sa e rëndësishme është që të rinjt të kenë mundësinë të tregojnë aftësitë e tyre lobuese dhe advokuese. Unë kam lindur në qytetin e Roskovecit dhe vijoj të jetoj në qytetin e lindjes. Pa diskutim, që qyteti im ka nevojë për më tepër aktivitete në mënyrë që të angazhohen dhe të motivohen të rinjt. Përmes pjesëmarrjes në bordin rinor, ne mund të arrijmë ato gjëra që na e bëjnë ditën më të bukur. Të rinjt duhet të jenë lokomotiva e qyteteve tona, sepse pa të rinjt nuk mund të ketë as ndryshime, as zhvillime në komunitet. Jo pa qëllim, projekti u zbatua në dy bashki, pikërisht për të dhënë modelin e bashkëpunimit dhe bashkimit të energjisë dhe forcës për të sjellë ndryshimin. Ne si bord rinor do të përçojmë zërin e të rinjve në çështjet vendimarrëse të Bashkisë Urave Gurore. Pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga Urat e Reja ka qenë një mundësi shumë e çmuar për mua. Unë njoh në mënyrën se si funksionon bashkia e qytetit tim. Mësova se pse të rinjt duhet të jenë aktiv dhe të marrin atë që u takon. Jam realisht shumë i motivuar të vijoj angazhimin tim për të përmirësuar komunitetin e bashkëmoshatarëve të mi. Unë jam Elena Shuli nga njësia administrative Poshnje. Të jetosh në qytet e larg metropolit nuk është e lehtë. Nuk ka shumë aktivitete argëtuese. Por nëse do të qëndrojmë brenda vetes, duke mos kërkuar atë që na takon, ajo nuk do të vi kurrë. Përmes angazhimit në këtë projekt, mësova pikërisht se të drejtat duhen kërkuar dhe mbrojtur. Debati midis të rinjve dhe drejtuesve vendor është diçka e rrallë, sepse kur ndodh, ai sjell shumë surpriza për publikun, por edhe për drejtuesit e institucioneve kryesore vendore. Të rinjt e angazhuar në projektin e financuar nga USAID dhe zbatuar nga Urat e Reja Berat u vënë përballë kryetarëve të Bashkisë së Roskovecit, Urave Gurore dhe Bashkisë së Shkodrës. Bashkia Urave Gurore dal nga reforma territoriale 2015-s u ridimensionua si në territor, në numër pothuajse dhe në fushat e saj të përgjegjësisë. Ishte angazhimi i përfaqësuesve të pushtetit vendor që të bënin implementimin e saj reforme sa më shpejt. Gati në buxhetin e bashkisë ka vlerën 3% të buxhetit arti dhe kultura dhe aktivitetet rinore për të rinjt. Më vjen mirë që sot në Bashkinë Urave Gurore ka organizata të reja që iniciojnë ide dhe përpiqen të përmirësojnë cilësinë e jetës dhe të sjellin risi në këtë aspekt në komunitetin e Urave Gurore.
Përgjatë vizitës studimore në Bashkinë Shkodër, të rinjt u njohën me modelet e suksesit që të rinjt e bordit rinor të këtij qyteti kanë arritur përmes angazhimit të tyre. Kryetaria e Bashkisë së Shkodrës dhe ajo e Roskovecit ju përgjigjen interesit të rinjve. Problemet e ngritura nga të rinj janë më së vërteta dhe më së reale. Bashkëpunimi me ta, dëgjimi i zërit të tyre është shumë rëndësishëm për të marrë, le të themi, vendime sa më të mira, për një efekt sa më cilësor dhe për një, le të themi, kthim të këtij investimi në komunitet me efektshmërinë më të lartë. Bashkëpunimi me të rinjt, mbështetja e të rinjve, nxitja e idesë së tyre, nxitja e mesazhit dhe zërit të tyre është gjithmonë një favor më shumë për të arritur sukses për një qeverisje të mirë me komunitetin. Urat e Reja Berat është krenare për misionin e përmbushur përmes projektit të mbështetur nga USAID. Sot, të rinjt e dy qyteteve janë më të përgatitur për të kërkuar më shumë politika rinore, më shumë mjedise rekreative dhe më shumë vendimarrje në favor të fuqizimit të rinjve. Ata do të jenë aktiv çdo ditë dhe më shumë, sepse janë energjik, vizionar, të çiltër dhe guximtar. Të rinjt janë e ardhmja dhe ata do ta bëjnë Shqipërinë. Ne si të rinj mund të sjellim ndryshimin nëse angazhohemi më shumë. Nëse tregojmë më shumë vullnet dhe nuk dorëzohemi lehtë. Të rinj janë e ardhmja e urës vajgurore. Sepse dashuria që ne kemi për qytetin ton është shumë e madhe. Faleminderit Urat e Reja dhe USAID për mundësinë që na dha që të jemi pjesë e këtij projekti.